Në çeljen e panajirit të librit, kreu I shoqatës së botuesve shqiptar ngriti si shqetësim gjendjen sipas tij të mjerueshme të bibliotekave. Bibliotekat tona janë në një situatë katastrofike. Numri I librarive në vend që të shtohet, paksohet. Dhe tani ka dalë dhe ky modeli I botuesve strategjik. Alessandro Ruggero nga Instituti Italian I Kulturës e vuri theksin te financimet dhe investimet që duhen bërë për botuesit dhe për kthyesit shqiptar në mënyrë që të kemi një cilësi më të mirë libri. Instituti Italian I Kulturës, pasur parasysh dhe afërsinë e vendeve tona, bën një punë të madhe për promovimin e përkthyesve, duke financuar pra përkthime të ndryshme, por edhe në njohjen e shkrimtarëve shqiptar jashtë kufive të vendit. Si I vetmi aktiviteti I këtij lloji dhe për mase, panajiri I librit ngjalli interesin e lexuesve, por edhe vizitorëve që në ditën e parë. Të vegjëlit ishin më të qartë në zgjedhje. Që ke zgjedhur? Djalin e fundit të klasës. Lexon shpesh? Po. Vjen shpesh në panajir? Po, përse se më vjen. Vjen shpesh në panajir? Po, gjithashtu. Sa libra ke bler sot? Disa. Jena I tregopa? Kam të një tjetër. Nga jeti? Nga Shkodra. Ke ardhur nga Shkodra për panajir? Jo, jetoj këtu. Edicioni 28 I panajirit të librit do të qëndrojë I hapur deri në datën 16 nëntor në Pallatin e Kongreseve dhe do të mbyllet me shpërndarjen e çmimeve tradicionale për librat më të mirë.